Sipas të dhënave paraprakit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve VMRO-DPNE, kanë dalë fituese në shumicën e komunave ku zhvillua raundi i dytë i zgjedhjeve lokale, duke ruajtur një avantazh të dukshëm ndaj kundërshtimeve politike. Partneri i saj në qeveri, Koalicioni Shqiptar Vlen, kryeson në 4 komuna, ndërsa LSDM ka fituar 3 dhe AKI e Ali Ahmetit 1. Pjesëmarrja në votim ishte rreth 45%, ndërsa më shumë se 1 milion qytetar kishin të drejtën e votës. Komisioni zgjedhor bëri të ditur se procesi zgjedhor është zhvilluar në mënyrë të qetë pa incidente të rëndësishme, me qendrat e votimit që u hapën në orën 7:00 dhe u mbyllën sipas parashikimit në 19:00. Zonat më të vëzhguara nga analistët politikë ishin komunat e Shkupit, Qëndrës, Karposhit, Korçovës, Tetovës, Trugës dhe Koçanit, ku balansat politike dhe koalicionit lokale pritej të përcaktonin fituesit. Në Koçan, një nga zonat më të ndjeshme për shkak të tragjedisë së muajit të fundit në klubin e natës Pult, ku humbën jetën 63 persona dhe u plagosën mbi 200 të tjerë, gara u zhvillua mes kryetarit të përkohshëm dhe kandidatit të pavarur Venko Krstevski dhe kandidatit të VMRO-DPNE-s Vlatko Grozdanov. Ky i fundit ka ruajtur epërsinë e fituar që në raundin e parë të zgjedhjeve më 19 tetor, rreth 2200 vota më shumë. Në përfundim të dy raundeve zgjedhore, VMRO-DPNE rezulton të ketë fituar 55 komuna në total, ndërsa Vlen ka fituar 9 dhe AKI, duke konfirmuar kështu dominimin e forcës kryesore të djathtë në skenën politike të Maqedonisë së Veriut.